A pranon të martohesh me mua? Oh, po vese! Qa ke? Mla zemra! Infarkt? Jo, zemra i të burri që mla! Aha! Oh, tani po më dhe burri! Si? Burri i të më zemra! Alo, ambulanca? Pa, salët pizzan. Mo e janë i shpejteni në ilë shok të rruga e Kavajës! Ko? Këtu kushit e produkte për thonjt! Oh, me që do vejnë ma keni ndo një orar për thonjt? Mos do një të bëni dhe ndo një kurse, bëjmë dhe kurse këtu. Po, dua. E po s'kemi kohë se kemi urgjencë. E po as ne s'kemi naft. E sillin do të vetë pacientin. Si? Prit se pa merë picjeri. Qa të bëjmë tani? Dajni thonjt e mi. Po si t'la buri? Po ja, ishim në breg të bregu detit, ne? Edhe? Uj, që nga shumë i jam. Lere ujnë, po a pranon të martohesh me mua? Po, dua. Jo, nuk dua. Qa thua? Thonjt e mi s'janë gati për fotografi. Po thonjt s'ka rëndësi. E që më gjeti belaja, po që rëndësi ka propozimi po se pa dynjaja. Si? Kështu nuk pranoj. E po unë ma nuk të propozoj. O, ma, më la. Ja, kështu. Sa keq. Tani si t'ja bej unë këtë jetë që si dilet vetë? A ke zanat? Po, jam eksperte e shkatrimit nervave të burrit, po tani kam ngelur pa punë. Pse nuk bën një kurse Denisa? Për thojt? Po, idejnë të restorante. Unë ja kam bërë hajërin. Po, dhe unë po ja shoh. Edhe pajisjet e punës mund t'i blesh të Eni në Nail Shop sepse kanë cilësinë maksimale në treg. Oh, dhe çfarë nevojitet për t'i bërë gjitha këto? Kryesori është vullneti. Një sekond. Ha, qato? Dua çik vullnet. Ja, po ta dërgoj në WhatsApp. Mirë. Po tani pranon? Po. Jo nuk pranoj. Se? Se kam harruar telefonin për video. E ha! Pritër e prit.